I pat të bombardimet që ndodhen këto ditë. Nuk ka fillu lufta akoma, nesër fillon lufta, nesër me datë 3 i treti. Nesër është eklipsi i hënës përgjakur, domethënë është diçka që ndodhi herën kush e di sa kohë. Jo kam shpjeguar ç'a bëhet në datën e eklipsit, domethënë trupat e juaj bëhen më vulnerabël, jeni më të adaptueshëm, nëse ju ndryshon diçka me jetën tuaj, ju nuk thoni gjë. Kështu funksionon eklipsi, shkojini kërkojini o zemra. Dhe ata e dinë këtë gjë. Nesër është data 3 i treti dhe është 303 ditë nga fundi i këtij viti. Është gjithashtu 3 ditë pas radhitjes perfekte të planeteve, që ndodhi me datë 28 muajit kalum. Fundi muajit kalum, domethënë nëse nuk e dini. Planetet do të radhiten pa vështirësi. Do të kesh kohë sa të duash për të vepruar. Lëshoj titanet e tu të tërbuar. Ndodhi para një 3 ditësh ajo, e kupton? Edhe nëse keni nërmen me më thonë që toka sikur nuk ishte rrumbullake. Toka rrumbullake kemi pak kohë që e dim, domethënë nuk e keni idenë sa kemi që e dim këtë radhitjen e planeteve. Që nga Egjipti i lashtë, që përdorte tokën e sheshtë. Nuk matematika bën sens gjithsesi, sa ashtu e kanë dizenjuar, kupton, nuk ka lidhje. Gjithashtu, data e nesërme shënon një festival, një fest qifute, domethënë që quhet mos gaboj, Dhe kjo shënon datën që fillojnë qifutet dhe ngrejnë kokën kundër persëve, që po i çajnë drasën dhe po i robërojnë, domethënë. Është një luftë mes qifutëve dhe persëve që ka, ku diun, 5000 vite që po ndodh. Persët e sotshëm janë Irani. Edhe rastësisht, domethënë sapo i ram Iranit. Simbolika e numrit 3 është fillimi i diçkaje të re. Me çdo lloj kuptimi ta kenë, domethënë se mund ta kenë dhe në fillimi i diçkaje të keqe. 3, 6 dhe 9, fillimi, zhvillimi, mbarimi. Sa për dieni, domethënë ka qenë ajo lufta 1991-shin e Xhirit, domethënë që bën këto. Ajo ka mbaruar me datën e Priumit, këtë datën që është nesër, domethënë siç po ju them. Rastësisht kjo gjë është thjesht persë të tjerë. Sa për dieni, kur ndodhen sulmet e 11 shtatorit, Amerika reagoi direkt, nuk do e lëm më kurrë këtë gjë të ndodhi, megjithëse ja bën vetes bashkë me Izraelin, domethënë. E dini deri tash besoj këtë gjë. Kto shkuan nga tokat e Middle Eastern, domethënë lindjes mesme, me marr hak për këtë që na bën, edhe vran shumë milion veta për 3000 veta që i vran ata për 11 shtatorë, e kupton? Edhe domethënë data kur kanë tërheq trupat për herë të parë që mund të quhet që mbaroi operacioni dhe e morëm hakun, ka qenë data e Priumit. A kupton më, përse nuk është rastësi kjo gjë, është një luftë spirituale. E vetmi arsye pse nuk po plas kjo luftë është ekonomike, edhe për kontroll, është spirituale, është besimi i dikujt tjetër. Qofse nuk e dini, me 11 shtator, që sapo ju përmenda të kullat binjake ndryshoi gjithçka. Domethënë, filloi në Amerikë dhe mori në përgjithë botën, domethënë u vun kamera gjithandej, u bën kontrollet e kufit. Pse se ndodhi ajo 11 shtatori, duhet jemi më të përgatitur, nuk do e lëm më kurrë të ndodhi kjo gjë. Edhe ku përfundon si pasojë, të vun kamera merr na mbyll tate. Ndryshoi gjithçka. Në 11 shtator ka ndryshuar bota, domethënë ka ndryshuar gjithçka, mënyra si funksionon bota. Këtë radh po shohim me AI-n për shkakun. Sa më ju dhoni rast, kuptoj se nuk e di ç'a ndryshon, ç'a do jetë rendi i ri. Me kaq sapo na thon. Po që AI më burri dhe, domethënë e vutëri që sulmet në Tel Aviv ishin AI, domethënë ca nga këto video të paktën, sulmet në Dubai ishin AI, sulmet në Iran ishin AI. Të treja anët që po sulmohen postun video AI, edhe kundër sulme që po bënin AI. A kupton, nuk e dim ç'a po ndodh fare, domethënë. Ato ju thonë që e vram këtë tipin e Iranit, puna është se nëse shkonin luftën e dytë botërore, do shihni një 30 minimumi, mos gaboj, lançime, domethënë anuncime nëpër gazeta, e vram Hitlerin. E vram Hitlerin. Broja e gjallë, kupton, lufta vazhdonte si gjithmonë. E vram. Nuk mund të besoni asgjë. Kjo është lufta, të paktën në kohët e sotshme që ka lindë AI, kupton? Njëna anë thotë e vran, tjetra anë nuk e vram. Gjeje tash. E mani me para 1-2 javësh që Irani dogji atë statuën e Baalit, e djallit, domethënë, dhe pastaj reagoi Izraeli, kjo është një sulm ndaj nesh. Po pse më ju adhuroni Baalin, pa e thush qeto, e kupton? Si që ka sulm ndaj nesh. Rastësisht që sulmojnë Iranin. Është komplet falso, është komplet film, gjithçka që shihni. Kaq po mundohem ju thon, domethënë, por do ndryshoj gjithçka. Edhe fillon nesër, s'keni pasi gjë akoma. Hajt shihni.